إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi të devijojë dhe atë që lën Allahu në devijim askush nuk ka mundësi të udhëzojë pas tij. Salat e selamet për shëndetet tona më të përzemërta qofshin mbi më të dashurin ton, mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që të jemi edhe ne prej tyre. Vëllezër të dashur besimtar. Tema e sotit do të flasim rreth ndëshkimit apo dënimit të shkatrimit të popujve zullumqar, popujve të padrejt. Përderisa ekziston imani dhe pabesimi, kufri, përderisa ekziston shejtani dhe meleku, përderisa ekziston xhenemi dhe xheneti, do të ekziston drejtësia dhe padrejtësia. Por është e rëndësishme së veçantë që njeriu të shikoj se në anën e kujt po rreshtohet. Mu këtu fillon llogaridhënia tek Allahu Azza wa Jall. Mu këtu fillon shpërblimi apo ndëshkimi. Pra njeriu që në këtë botë e zgjedh këtë çështje se apo don me udhëzu apo po don me qenë prej të devijuarve, të cilët pikë së pari i bëjnë padrejtësi Allahut Azza wa Jall, me pabesimin e tyre, me shirkun që i përshkruajnë shok Allahut Azza wa Jall në adhurim. E më pas, i bëjnë padrejtësi të tjerëve, i bëjnë padrejtësi vetvetes së tyre. E padyshim që Allahu Azza wa Jall këtë çështje nuk e lër kështu. Ata të cilët kanë bërë padrejtësi në tokë, ata do t'japin llogari tek Allahu Azza wa Jall, qoftë në këtë dynja, apo qoftë në botën tjetër. Andaj o vëllezër të dashur, duke shikuar disa hadithe dhe ajetet e Allahut Azza wa Jall, këtë kohë të shkurtër do të mundohem që të përmendim disa raste se si njeriu mund të jetë i padrejt, dhe si një popull mund të bëj padrejtësi, ku Allahu Azza wa Jall përpos individëve gjatë historisë ka shkatruar edhe popull në tërësi, me dënime të ndryshme. Andaj, duhet të kemi kujdes të veçantë nga padrejtësia, nga zullumi. Sepse, sikur njëri prej zullumqarëve ka qenë një kohë, pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e Harun ar-Rashidit, ishin një fis, u quanin Karamita, vepruan dhe bërën shkatrime në për tokë, patën fuqi një kohë. Erdhi puna që të burgoset ai i pari i tyre dhe fëmijët e tij. Dhe djali i tij ju drejtua babas duke i thënë: "O bab, çka na gjeti neve? Pasi që patëm forcë dhe fuqi dhe pasuri. Ja ku erdhi gjendja jon, a thua pse?" Babai i tha: "O birr, i haruam lutjet dhe atyre që i bënën padrejtësi. Ne i haruam ato lutje, por Allahu nuk i haroi lutjet e tyre." Për atë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqu da'wat al-mazlum." Keni frikë, ruajuni nga lutja, nga mallkimi i atij që është bërë padrejtësi, sepse nuk ka perde, nuk ka pengesë mes tij dhe mes Allahut Azza wa Jall. Lutja shkon drejt për drejt tek Allahu Azza wa Jall, asgjë nuk e ndalon
nga përgjigja Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu azza wa jall i del në krah të padrejtëve. Të nderuar vëllezër, thot Allahu azza wa jall me një hadith kutsi: Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalimu. O ju robët e mi, unë pa drejtësin ja ndalova vetvetes time, duke qenë krijues dhe fuqiplot Allahu azza wa jall, dhe ai vepron çka don dhe nuk pyetet pse ka bërë, por Allahu këtë çështje pa drejtësin ja ka ndaluar edhe vetvetes së tij ndaj robëve, kush jemi ne, ndaj krijesave të tij, e ka ndaluar këtë pa drejtësi vetvetes së tij. Andaj thot edhe ju e keni të ndaluar, andaj mos i bëni pa drejtësi njëri tjetrit. Vëllezër të ndershëm, përderisa këtë çështje Allahu ja ka ndaluar vetvetes së tij, merrni me mend që robët që kanë këtë çështje të ndaluar, ata të cilët veprojnë pa drejtësi në tokë, se çfarë dënimi do të kenë prej Allahut madhruar. Vëllezër të dashur besimtar, në shumë ajete hasim ku Allahu e ka ndaluar pa drejtësinë, ku Allahu azza wa jall i ka mallkuar ata njerëz të cilët bën pa drejtësi. E mallkimi Allahu ndaj të padrejtëve do të thonë mi largu prej mëshirës së tij. Ai i cili largohet prej mëshirës së Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit, do të thotë që ky njeri e ka të garantuar ndëshkimin në zjarr të xhehenemit. Allahu azza wa jall një pjesë të mëshirës e ka lëshu këtu në dynja, dhe 99 pjesë i ka lënë për ditën e kiametit, që ti mëshiroj besimtarët të cilët nuk kanë bërë zullum. Ai i cili ka bërë zullum pa drejtësi, atë e ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër nderuam, padrejtësia Allahut azza wa jall, padrejtësia ndaj Allahut është një prej padrejtësive që përmendëm në fillim dhe Allahut azza wa jall. Padrejtësia tjetër është padrejtësia e tiranëve, e mbetërve, e kryetarëve diktator anë mban botës, ku i shtypin popujt dhe i shkelin popujt. Padrejtësia tjetër është padrejtësia e dikujt ndaj ndonjë individi. Kemi padrejtësi të popujve, ku popull si popull komplet janë të padrejt, janë zullumçar, apo heshtin ndaj zullumin, ndaj padrejtësisë së parisë së tyre. Edhe ata përderisa heshtin dhe i pëlqejnë këto gjëra, edhe ata konsiderohen të padrejt dhe zullumçar si popull në tërësi. Allahu azza wa jall shkatroi individ të padrejt, po shkatroi qështam edhe popull. Popullin e Adit në të kaluarën e shkatroi Allahu azza wa jall, popullin e Thamudit e shkatroi Allahu azza wa jall. Ku ishin ata njerëz zullumçar, ku janë sot? Po të kthehemi në kohën e tanishme të sotit, ku është Miloševiqi, ku është ai tjetri, ku është ai diktator tjetër, ku është ai Ceaușescu, ku është ai tjetri? Ishin diktator, ishin tiran, kishin forcë dhe pushtet në atë kohë. Vranin, vrisnin, shkatronin, vjedhnin, shkatronin pasurit, shkatronin popuj, por sot nuk përmenden. U shkatruan, shkuan. U shkatruan këtu në dynja. Dhe nuk përfundon me kaq zullumi i zullumçarëve. Ata do të përgjigjen edhe më ashpër para madhrisë së Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kujdes nga padrejtësia, kujdes nga zullumi, sepse zullumi është errësirë në ditën e gjykimit, errësirë në zjarr të xhehenemit. Vëllezër të ndershëm besimtar, zullumi vazhdon edhe sot ndaj popujve të dobët, nga ata të cilët kanë influencë, kanë ndikim,
kanë forcë dhe fuqi. Atë forcë dhe fuqi e shfrytëzojnë për të shkatruar ndonjë popull të vogël, për të shtypur ndonjë popull të vogël, për të vrarë ata me qëllim që ata të kenë ndikim dhe pushtet në tokë. E Allahu Azza wa Jall pushtetin u jep vetëm atyre kujt don Allahu subhanahu wa taala. E mirë ata të cilët kërkojnë pushtet me padrejtësi, kërkojnë pushtet me forcë dhe fuqinë e tyre, duke i bërë padrejtësi tjerëve, duke i shkelur ata, mirë për ata njerëz. Ata sot ndoshta mund të jenë të gëzuar, por gëzimi i tyre është afat shkurtër, sepse Allahu nuk i le zullumçarët në tokë, që ata të shkatrojnë dhe të veprojnë deri ata kur të dojnë. Jo, nuk kanë mundësi. Allahu Azza wa Jall atë padrejtësi u shkëput atyre një ditë. Dhe mirë për ata se ku do të shkojnë dhe çka do të gjejnë tek Allahu subhanahu wa taala. Do të jenë me fat ata nesër të cilët janë bërë ndaj tyre padrejtësi. Popujt e varfër, popujt e shkret, popujt e vuajtur prej besimtarëve që sot po vuajnë, sikur në Palestinë dhe në vende tjera. Ata sot ndoshta parasyre këtyre zullumçarëve janë të pafat, janë të mjerë, por në ditën e gjykimit këta besimtarë që vuajtën, që u vritën, që u masakruan dhe u dëbuan, ata do t'jenë të shpëtuarit me lejen e Allahut në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Kurse këta zullumçar do t'i përgjigjen Allahut Azza wa Jall me dënimin më të dhimbshëm. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall e vanon dënimin e tij, por kur ta dënon atë njeri apo atë popull, e dënon me dënim të dhimbshëm. Allahu Azza wa Jall i jep afat zullumçarit me qëllim që ai të pendohet dhe të drejtohet, apo edhe me një qëllim tjetër, që ai ta shtoj zullumin e që kur ta dënoj Allahu, ta dënoj me dënim të dhimbshëm. E lutim Allahun Azza wa Jall na i fal mëkatet, na udhëzon në rrugën e drejtë dhe të ndihmoj atyre që janë bë padrejtësi kudo që të jenë në përbot. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salata dhe selamet e dërgon pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të ndershëm besimtar, ndoshta vetëm një hutbë nuk mjafton për ta sqaruar në detaje këtë çështje, këtë temë të rrezikshme që është padrejtësia. Sepse me hyrje në detaje do të shohim padrejtësi të ndryshme që veprohen prej popujve dhe që veprohen prej individëve, ku cënohen në mënyra të ndryshme të drejtat e besimtarëve, të drejtat e njerëzve. Allahu Azza wa Jall, siç thot edhe Ibn Taymija, padrejtësinë nuk e pranon Allahu subhanahu wa taala. Padrejtësia është e dënueshme prej Allahut Azza wa Jall, qoftë padrejtësia ndaj besimtarit, qoftë padrejtësia ndaj pabesimtarit, edhe qoftë padrejtësia ndaj zullumçarit. Kjo është prej rregullave fetare tona, prej etikës islame, që edhe ti nuk je të drejt ti për çështje të tua personale me i bë padrejtësi ndonjë të padrejtin, ndonjë zullumçari i cili i ka bërë dikujt tjetër padrejtësi. Andaj padrejtësia në islam është e dënueshme, vëllezër të dashur, është e urrëtur. Do të ketë llogaridhënie prej njeriut, prej individit dhe prej shoqërisë së padrejtë. E lutim Allahun Azza wa Jall na udhëzojë në rrugën e drejtë. E lutim Allahun Azza wa Jall na bëjë neve prej të drejtëve. E lutim Allahun Azza wa Jall të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. E lutim Allahun Azza wa Jall të ndihmoj muslimanëve në Palestinë, në Gaza, ku e lutim Allahun Azza wa Jall që të kenë një drejtësi edhe atje të përhershme dhe një rahati të përhershme, ku e lutim Allahun Azza wa Jall të shëroj të sëmurit e tyre, të plagoserit e tyre, të pranoj dëshmorët e tyre.
Elusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë të tjerët. Elusim Allahun Azza wa Jall të mëshirojë të vdekurit tan, të shërojë të smurit tan. Elusim Allahun Azza wa Jall të lajë borxhet tona. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.